إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منبئين إليهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahu xhaleshanuhu. Salate dhe selame i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sot këtë ditë të bekuar të xumas, që do të shpjegojmë në lidhje me emrin e bukur të Allahut xhaleshanuhu, As-Samad. Emri i bukur i Allahut xhaleshanuhu, As-Samad, gjuhën tonë ka kuptimin strehimtari. Është ai tek mëshira të cilit gjen strehim besimtari i përullur para madhrisë së Allahut xhaleshanuhu. Ka transmetuar Ibn Jarir at-Tabari në tefsirin e tij nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu se ai ka thënë: emri As-Samad do të thotë drejtuesi i përsosur në drejtimin e tij, fisniku që është i përsosur në fisnikërinë e tij, madhështori që është i përsosur në madhështinë e tij, durimtari që është i përsosur në durimin e tij, i pasuri që është i pasur në pasurinë e tij, i plot fuqishmi që është i përsosur në fuqinë e tij absolut, i dijshmi që është i përsosur në dijen e tij, i urti që është i përsosur në urtësinë e tij. Ai është i përsosur në gjitha aspektet e fisnikërisë dhe madhështisë. E ky është Allahu xhaleshanuhu. Këto janë cilësitë Allahu xhaleshanuhu, të cilat nuk i takojnë askujt tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu. Në surën Al-Ihlas, ajeti 2, Allahu dhul Jalal thot: Allahu Samad. Allah është që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çfarë do nevoje që e ka. Transmetohet në Sahihun e Buhariut nga Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, si një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i veti shokët e tij, mirë po ju drejton shokëve të tij në formën qortuese, duke i qortu. Si ka mundësi që ndonjëri prej juve të tregohet i paf për ta lexuar 1/3 në Kuranit gjatë natës? Kjo gjë ju alkes shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ju drejtuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: ja Rasulullah, cili prej neve mundet me përballu këtë? Cili prej neve mund ta lexoje 1/3 e Kuranit brenda natës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu dhe tha: Allahu xhaleshanuhu është wahid. Allahu xhaleshanuhu është As-Samad.
Dhe nëpërmjet leximit të surës Ikhlas ose Kul huwallahu që e përmendim ne, është vetëm një herë me lexu, sikurse me lexu 1/3 e Kuranit. Kjo është një argument shumë i madh vëllezër të ndershëm besimtar, por secilin prej nesh i cili nuk din të lexojë Kur'anin, mirë po e din këtë sure, në ta shpeshtojë jetën e tij, në ta lexojë jetën e tij shpesh. Një herë me lexu sa 1/3 e Kuranit. 3 herë me lexu sikurse me bëhat, mirë po mos ta morim këtë se ta mësojmë Kul huwallahu dhe ta lëjmë anësh Kur'anin. Jo. Ata që s'kan mundësi me mësu Kur'anin, për ata vlen kjo. Ata që kanë mundësi me mësu leximin e Kur'anit, çdo mend se merr lefshme është mësimi dhe leximi i Kur'anit famullar. Allahu subhanahu në surën Rum, ajeti 33, na drejtohet me këto fjalë dhe thotë: Wa idha massa an-nas durrun da'u rabbuhum munbi'ina ilayhim thumma idha adhaqahum minhu rahmatan idha fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Dhe kur njerëzit i kaplon, i godet një fatkeqësi, ata i thrasin me gjithë zemër vetëm krijuesit të tyre, vetëm Zotit të tyre, vetëm Allahut Dhul Jalal, duke ju drejtu atij me tobe, duke ju drejtu atij me pendim. Por kur Allahu Xhaleshanuhu u jep nga të mirat e tij, atëherë disa prej tyre i bojnë mëkat, e shoqërojnë atë, i bojnë ortaklëk, i bojnë shirk. Dhe në jetën e përditshme, vërtet vëllezër të ndershëm besimtar, i gjithë Kur'ani famullar është mrekulli. Po kjo ajet është mrekulli në vete. Secilin e ta morë vetveten e vet dhe ne ta analizojë mirë këtë ajet kuranor. E keni pa vëllezër të ndershëm besimtar, kur nuk mund me zgjidh një problem, kur e kemi një hall, kur e kemi një dert, hakat mi këtu, hakat mi atje, dhe mos vëmë të i drejtohemi Zotit të gjithësisë, shtetit të Zotit të gjithësisë. Momentin që krijet ai hall, momentin që krijet ai dert, momentin që krijet ai problem, atë largohemi nga Zoti i gjithësisë, bile edhe më katojmë. Bile, shpesh herë edhe nga ibadetet largohemi, edhe nga namazi largohemi. Kështu jemi, për fatkeq. Dhe këtu ne duhet ta përmirësojmë vetveten tonë secili prej nesh. Me një hadith që e ka transmetuar Nesaiu, thuhet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një rast ka thonë: asnjë luks, asnjë njeri që i ka bu dua Zotit Xhaleshanu, asnjë njeri që është lutë Zotit Xhaleshanu me diçka më të mirë se këto, dhe asnjë kërkues, asnjë luts i strehimit nuk ka kërku strehim me diçka më të mirë se këto. Mirë po, ka dhe të atil që thojnë ne kërkojmë strehim tek Allahu Xhaleshanu nga shejtani, por megjithatë ne ndjejmë se shejtani vazhdimisht na ban vezvese, na nxit për sherrë, na nxit për gjunahe, na nxit për mëkate, na pengon për namazin, na pengon për ibadetet tona në përgjithësi. Përgjigjja është kërkimi i strehimit i ngjan shpatës në dorën e luftarit. Nëse dora e tij është e fortë, e godet dhe e vlet armiku. Por ndryshe, ai mund mos i lër kur far gjurme, edhe nëse shpata është shumë e mprehur. Po ashtu nëse kërkimi i strehimit bëhet nga një besimtar i devotshëm, besimtar i fortë, është zjarri i cili e djeg shejtanin alejlan. E nëse kërkimi i strehimit bëhet nga një njeri me besim të lisht, me besim të dobët,
atëherë nuk ndikon fuqishëm mbi armikun e tij aq sa do. Vazhdon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: pash një njeri nga ummeti im i cili ishte shtu dënimi i varrit. Dhe në moment i erdhi abdesi i tij dhe shpëtoi nga dënimi i varrit. Në shpeshherë vëllezër të ndershëm besimtar, këto mirësi, këto begati të islamit që i kemi, nuk ja dim vlerën, shpeshherë. E na duket që jemi të morë abdes sa ti pe krim një obligim rrusos. Po vjen momenti që abdesi jot na shpëtoi vëllezër të ndershëm besimtar. Pastaj vazhdo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: pash një njeri nga ummeti im, cilin e kishin rrethu shejtanët. Në atë moment i erdhi kujtimi i tij që e ka pas ndaj Allahut xhaleshanuhu. I përzumi shejtanët nga ai. Dhe ne sa herë që i kujtojmë Zotin e gjithësisë, sa herë që i përkujtojmë krijuesin e gjithësisë, vetëm se kemi begati edhe në këtë botë, vash Zoti edhe botën tjetër. Gjithashtu vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: pash një njeri nga ummeti im duke u ndezë, në një transmetim tjetër thuhet duke dihatur nga etja, i etshur, i cili sa herë që u afroke afër pusit, pengohej, përzihej, largohej, mirë po në atë moment i erdhi agjërimi i tij Ramazanit dhe i dha pinte ujë derisa u ngop. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pash njeri nga ummeti im dhe i pash pejgambert ulur në rraf. Sa herë që afrohej afër ndonjani rreth i tyre, ata e përzinin, ata e largonin. Në atë moment, erdhi pastrimi i tij që e ka bu nga xhunubloku, e kapi për dore edhe e uli afër meje, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pash një njeri nga ummeti im, para të cilit kishte një errësirë, mbrapa tij kishte errësirë, të ngjastën e tij kishte errësirë, të majtën e tij kishte errësirë, mbi të kishte errësirë, nën të kishte errësirë. Ai ishte hutu në atë errësirë. Në ato momente thotë, i vjen në ndihmë haxhi dhe umreja e tij që e ka bo për hir të Allahut xhaleshanuhu, e nxorën nga errësira dhe e çun në dritë. Po ashtu vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë se pash nga ummeti im, gjithashtu një njeri duke u mbrojt me durët e tij nga xixat e zjarrit, nga flaka e zjarrit, në ato çaste, në ato momente i erdhi në ndihmë sadakaja e tij, zeqati i tij, lëmosha e tij, që e kishte dhënë për hir të Allahut xhaleshanuhu, dhe kjo sadaka, kjo zeqat, kjo lëmosh u bë mburoj mes tij dhe xhehenemit dhe e largoi nga kjo sprovë. Gjithashtu vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se pash një njeri nga ummeti im duke ju fol besimtare, por ato nuk i flisnin. Në atë moment erdhi lidhja e tij farefisnore dhe tha:
o ju grupi muslimanve, ai I mbante lidhje të mira me farefisin e tij. Pra folni me ta, atëherë besimtarët folën me ta, ai ju azgjati dorën edhe ata ja azgjatën dorën. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: pash një njeri nga ummeti im, të cilët e kishin rrethu Zebanit me lekë të zjarë. Në atë moment I erdhën ndihmë atij urdhrimi I tij për veprat mira e pengimi I tij nga veprat e këqija dhe e shpëtuan nga turët e tyre dhe e futën te melekët e rahmetit, melekët e mëshirës. Gjithashtu, thot Muhamedi alayhis salam, e pash një njeri nga ummeti im I gjunjëzuar, mes tij Allahu xhaleshanuhu kishte një pengesë. Në atë moment I erdhi morali I mirë, ahlaki I mirë, të cilën e kishte, e kapi për dorë edhe e futi tek Allahu xhaleshanuhu. Vazhdon pejgamberi alayhis salam të thotë: pash një njeri nga ummeti im, të cilit I vinte libri I tij nga e majta, në atë moment, nga e majta të më thonë nuk është mirë me në ardhë libri I mirë, libri ditën e kiametit. Besimtarit dhe besimtarës, libri duhet t'i vjen nga ana e djathtë. Në këtë moment, këti që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I vjen libri I tij nga ana e majtë, mirë po I vjen në ndihmë friga e tij që e ka pas ndaj Allahut Dhul Xhelal. E kapi librin e tij, ja vurin dorën e djathtë dhe e udhëzoi për matutje ku do të shkon. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se pash një njeri nga ummeti im, cilët I kishte dalë peshorja e lehtë. Peshorën e tij kishte vepra shumë pak të mira. Në atë moment I erdhën fëmijët e tij, të cilët kishin vdekur të vegjël, dhe e rënduan peshorën, sepse Zoti kur e ka sprovu një besimtar dhe besimtare në dunja, me evladin, me morjen e evladit, çdo mend se nëse ki ban sa për shpërblime të mëdha ka tek Zoti Dhul Xhelal. Dhe në këtë moment këto fëmijë të cilët kanë vdekur në këtë dunja do të shkojnë dhe do të ndërmjetësojnë tek Allahu Dhul Xhelal. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: pash një njeri nga ummeti im I cili qëndronte në buzë të xhenemit. Në atë moment erdhi shpresa e tij në Allahun xhaleshanuhu. Umeti I tij që e ka pas tek Allahu xhaleshanuhu e shpëtoi prej aty. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e pash një njeri nga ummeti im I cili ishte hedhur në zjarr. Në këtë çast, në këtë moment, I erdhi loti I tij që e kishte dhënë nga frika ndaj Allahu xhaleshanuhu dhe e shpëtoi prej atij. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pash një njeri nga ummeti im duke qëndruar në urën e Siratit, dridhej sikurse dridhen degët e hurmës nga një erë e fortë. Në atë moment I erdhi në ndihmë, mendimi I tij ndaj Allahut xhaleshanuhu e qetësoi të dridhurin e tij dhe ai vazhdoi rrugën e tij. Pejgamberi alayhis salam vazhdon të thotë: pash një njeri nga ummeti im duke u zvaritur në urën e Siratit. Nga njëherë zvaritej, nga njëherë mbetej lidhur. Në atë moment I erdhi në ndihmë salavati I tij që e ka dërguar ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, I cili e ngriti në kam dhe e shpëtoi. Andaj ta shfrytëzojmë sidomos në ditën e xumah salavatet tona ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pashtu një njeri nga ummeti im I cili
kishte arrit në dyrë të xhennetit, por sa arriti ki dyrë të mbyllën. Në atë moment thot, erë shahadeti, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, i hapi dyrë të xhennetit dhe e shtinin xhennet. Dhe se të ndeshëm besimtarë, kjo hadith është një mesazh i fuqishëm për të gjithë ne, të cilët bëjmë vepra të mira. Vazhdojmë të xhelëshamu që në praktikë jemi nga ata të cilët i respektojmë urdhnat e Allahut xheleshanu, i respektojmë edhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bashkërisht të lutem Allahun xheleshanu me këtë emër të bukur të tij As-Samed, i cili është strehtar, që na strehoje në ditën kur nuk kemi strehë tjetër jashtë strehës së Allahut xheleshanu. Vezët të ndershëm besimtar, që jemi të vetëdijshëm se sot është 2 maj i vitit 2025, është data kur para 24 viteve pikrisht në 2 maj 2001, ora 14:45, 2:45, ushtria çlirimtare kombëtare e shpalli zonën e lirë në Skoçan dhe në Kanadakun e Kumanovës dhe Shkupit. 2 maj paraqit ditën më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe shqiptare të Maqedonisë së Veriut dhe Magjër. Sot në fshatin Skoçan, Likovës, tek memoriali i dëshmorëve, mbahet manifestimi përkujtimor për 24 vjetorin e shpalljes së zonës së lirë të luftës së vitit 2001, prej orës 14:45. Andaj secilin nga ne e kemi obligim që të marrim pjesë në këtë ngjarje të madhe të kombit tonë. Bashkërisht që lutim Allahun xheleshanu që të rënët në këtë betejë t'i pranojë si dëshmor. Invalidët dhe gjithë ata që kanë sakrifikuar dhe kanë kontribuar, Allahu xheleshanu ti shpërblen me xhennetul firdaus, walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي وخلاقي